I dashur Gaqo. Wow, s'më ka shkruar më një. S'të ka shkruar kur? Jo. Mund të ketë shkruar kështu që unë hika po shko me bukën e këto gjëra po. S'më ka shkruar. Atëherë dëgjoje pak. Yeah. I dashur Gaqo, sot ndjeva dëshirën të shkruaj disa fjalë. Jo sepse ti nuk I ke dëgjuar më parë, por se dua ti dëgjosh edhe ti ndjesh në zemër, ashtu siç I ndjej unë çdo ditë që jam pranë teje. Ndonjëherë më duket se jeta kalon shpejt, por çdo ditë me ty është e veçantë. Ti më ke mësuar çfarë do të thotë të duash me shpirt, mirësi edhe për kushtim. Në çdo buzëqeshje tënde ngjej qetësinë time dhe në çdo përqafim gjej strehen ku ndihem në shtëpi. Të dua për mënyrën si më sheh, si më dëgjon dhe si më bën të ndjej që jam e rëndësishme për ty. Dashuria jote është dhurata më e bukur dhe dua ta kem në zemër gjithë jetën. Të dua sot, nesër dhe çdo ditë që do të vi me gjithë shpirtin tim. Me dashuri, Julie. Mirë, rofsh, por... Të befasoj. Julie është shumë inteligjente, po nuk shkruan poezi. Këtu është muhabeti. Po shkruan letra të bukura. Kjo është një poezi e vërtet, pastaj. Kjo është poezi. Është poezi e vërtet. Po, unë do t'ja marrë, t'ja bëj dhe I them firmose, është e jotja. E meriton besoj ti dedikosh një këngë. Një këngë? Shiko, ka dhe një këngë që quhet Julia, po që I këndon Little Tony, po unë nuk dua të futem në ato të tjerëve. Por mbase me këtë poezinë e fundit, ose me titullin e poezisë, e librit me poezi, që unë e kam kthyer në këngë. Do që ta këndosh në fund në këmbë atëherë? Ti ja lëm në fund Xhulit këngën në këmbë atëherë. Që t'ja bëjmë kështu. Po mirë, e bëjmë ashtu. Okej, për ta mbyllur alla grande, si I thonë. Alla grande. Tani, se shoh dhe minutazhin edhe shumë prej poezive që ke në librin e fundit janë goxha sensuale, erotike. Për shembull njëra titullohet Atë të kisha në krahët e mi. Atë të kisha në krahët e mi këto çaste, të rija ngjitur në lëkurën e trupit tënd, I shtrënguar fort nga frika pas teje. O moj lule I gjëmbaçe kacavjerur pas meje, më le sonte pamend. Sa do doja të shkriesha me ty, me trupin tënd të fildish dhe të bëheshim një. Pastaj të vdisnim brenda njëri tjetrit, të mbeteshim asgjë. Muza juaj, në fakt, kur shkruani poezi të tilla dashurie, kush është? Është një muzë e veçantë që nuk tjetërsohet. Që është? Se gjithë thonë kështu, bëre këtë poezi, kjo është muza. Pastaj ti më ndron një poezi tjetër për dashurinë, muza tjetër ku ka më. Është një muzë. Një muzë që nuk tjetërsohet. Gjërat vogla mund të lëvizin. Por nuk është një grua e veçantë. Është një grua e veçantë muza juaj, apo është gruaja në gjithë botë kuptimin e saj? Shiko, gruaja është një term universal. Universal, si që thatë në fillim. Ti e di, libri im I parë titullohet Çma trazoi jetën një grua. E gjithë thonë, edhe ajo gruaja që I ikën. Edhe të gjithë thonë që, kush është kjo gruaja? Kush është kjo grua? Unë, kur ju prezentova, se dua ta mbyll me atë që e nisa. Duke cituar dhe fjalët e Mozamedit, thash që jeni unik I veçantë. Është ky realiteti që thot Mozameti, politikani, poeti edhe këngëtari. Jam kurioze kur të mos jeni më në këtë jetë. Po. Si do donit që t'ju mbajnë në mend? Jam poet. Poet. Po poet, se muzikant, këngëtar. Fjala këngëtar mua nuk më pëlqen shumë, po më pëlqen ta këndoj shumë. Edhe pse I keni bërë 2 recitale deri tani. Kam bërë 3. 3, më fal, o she? 3. Po, në fakt janë 4, se njëri është, po është, si thua, imitimi I Tiranës, po,
e kam bërë, të katrin e kam bërë në Dibër të Madhe. Me kërkesën e tyre vajtëm me këta dhe kënduam aty. Gajqo Apostoli, e gjithë studio për ty. Isha fëmin klas të parë, ula nga dalë në betare, e që ngjyra mua për në flet, si lëndina. Ja, e para fjale erdhi nëna, nëna ime thasha të brenda, imja gjerë sa ishka që bukur, nëna zo. Gjyrat për e sahir një vale, ishi në shtëpi dhe në betare, ish në shpirtin tim ka që madhe, në zo, në zërit kënga jote, në tona gazi pa prerë, këngë tyre s'ndalet as njëherë.